Ish-presidenti i Malit të Zi, Milo Đukanović, mbajti sot një ligjëratë në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin e Sarajevës me temën Marrëdhëniet rajonale dhe sfidat gjeopolitike në Ballkanin Perëndimor. Ai dha një paralajmërim të fuqishëm pa perspektivë të qartë europiane. Rajoni rrezikon të rrëshqasë sërish drejt konflikteve dhe nacionalizmave destruktiv. Evropa sot nuk ka më vullnet e as guxim strategjik për të përmbyllur bashkimin e kontinentit, ndërkohë shtetet e Ballkanit kanë humbur vizionin, janë mbytur në paaftësinë e tyre dhe kanë harruar reformat, deklaroi Đukanović. Ai shtoi se në këtë vakum po lulëzojnë ideologji të rrezikshme të së kaluarës dhe se stabiliteti nuk është i përjetshëm, ndërsa Ballkani ka mbetur i zënë peng në përsëritjen e historisë. Đukanović paralajmëroi se po rikthehen nacionalizmat dhe se Mali i Zi po përballet me sulme brutale të projektit të botës serbe, një formë moderne e ideologjisë së Serbisë së Madhe, e cila sipas tij nuk kursen as Bosnjën dhe Hercegovinën e as Kroacinë, që është anëtare e Bashkimit Evropian. Sot si në të kaluarën, vjet në pikpyetje identiteti shtetëror dhe kombëtar i Malit të Zi. Kjo është përpjekje për ta përfshirë atë në një botë serbe që është e rrezikshme dhe destabilizuese për gjithë rajonin, u shpreh ai. Đukanović tha mëtej se Kisha Ortodokse Serbe është ndërruar në instrument të fuqishëm të politikës nacionaliste të Beogradit dhe agjenti ndikimit të Rus në rajon. Në vitin 2020, Kos mori rolin që dikur e kishte ushtria apo shërbimet sekrete të Jugosllavisë, u përdor për ndryshim pushteti në Mal të Zi. Kjo është një ofensivë që nuk ndalet. Đukanović rikujtoi tentativën për gru shteti në Malin e Zi më 2016 që sipas tij u organizua nga shërbimet sekrete ruse me ndihmën e elementëve në Beograd për të penguar antarësimin e Malit të Zi në NATO. Dështoi atëherë, por ofensiva ruse dhe serbe u intensifikua më 2020-ën. Kemi përballë një projekt të rrezikshëm me përmasa gjeopolitike, nëse nuk reagohet me kohë pasojat mund të jenë të rënda, theksoi ai. Më tutje, Đukanović tha se Ballkani Perëndimor ndodhet në një udhëkryq historik dhe se lufta nuk është diçka e pamundur nëse nuk ruhet stabiliteti. Luftën e kemi provuar dhe përfundoi tragjikisht. Kush luan me idenë e rishikimit të marrëveshjes së Daytonit, duhet ta di, kjo është lojë me zjarrin, paralajmëroi Đukanović.